që është koha e pushimeve. Mirë jemi. Sot ka bërë përshtypje tifozeria turke e ekipit Ademspor ku i aktualisht tani. Përshtypjem ka bërë shumë, nga se janë shumë të flakt për klubin, edhe inkuadrimi Superligë, titulli kampion ka qenë qëllimi kryesor i klubit. Tifozët kanë prit me padurim, edhe pse në ndeshjen e fundit kemi arrit këtë gjë. Domthonë festa ka qenë shumë e madhe në gjithë qytetin këtu, shumë njerëz kanë ardhur te ndeshja ku kemi luajtur si mysafir. Shumë tifozë kanë mbetë jashtë stadiumit duke mos pas mundësi me pa ndeshjen, po duke përsëritur rezultatin në telefon. Domethënë përkroja nga ata ka qenë shumë e madhe, edhe kur jemi kthy pastaj që nga aeroporti deri në qytet, deri në orën 5 të mëngjesit ka qenë full me tifozë të klubit. Ku tatashëm. Definitivisht tatashëm. Për çmenduria e tifozëve tosh për futbollin është e jashtëzakonshme, po themi çmenduria në thonjza në aspektin pozitiv, po a ke marrë edhe mesazhe privatisht në për rrjetet sociale? Mesazhe pafund, falënderime pafund, nga se për ta është historike kjo arritje, është hera e parë për klubin që merr pjesë në Superligë. Edhe domthonë është si një dhuratë më e madhe për gjithë tifozët, kanë dërguar mesazhe pafund duke më falendëruar për gjitha këto ndeshje që kanë pasur unë, po ashtu edhe bashkëtorëve të mi, për mundin që kemi bërë për klubin edhe për suksesin që kemi arritur. Në aspektin personal besoj Florent edhe për ty me përzgjedhjen që ke bë, besoj do duhet të jesh krenar për këtë çfarë ke arritur me ekipin, me u inkuadru për herë të parë në Superligën e Turqisë. Them drejtën, po, jam i kënaqur me vendimin që po marr, edhe pse kur më ka kontaktuar klubi në janar, ma kanë prezantuar projektin. Kom pas besim që do inkuadrohemi se kemi ekip mjaft fort, kemi lojtarë mjaft kualitativ që kanë luajtur në klube shumë të mëdha. Edhe pse kjo ligë është definitivisht është ligë shumë e vështirë, nuk gjithçka është e paparashikueshme deri në minutën e fundit të ndeshjes së fundit. Edhe pse kemi qenë në rrezik pak, po falënderimin nga Zoti në fund minutën e fundit i arritëm. Keni sistem interesant i shpalljes kampionëve në ligën e parë Turqisë. 3 ekipet e para, kur diskutuam më herët, 3 ekipet e para shpallën kampion realisht. Po, është ekipi i parë në tabelë, ekipi i dytë edhe ekipi i tretë pastaj kanë ndeshje shtesë, ekipi i tretë do e pret finalen e play-offit, kurse ekipet nga vendi 4 deri në vendin e 7 do luajnë në play-off. Domethënë është si lloj çerek finale, fituesit e aty në 2 ndeshjeve luajnë gjysmëfinale, fituesi i asaj ndeshjes domethënë luan me vendin e tretë i cili pret në finale. Edhe pastaj kushdo që e fiton atë finale, na bashkangjitet neve për Superligë. Pas përfundimin ndeshjes, cili ka qenë a ka ardhur kryesia, cili ka qenë reagimi tyne? Kryesia, menaxhmenti është numër të madh në këtë ekip, edhe gjithë kanë qenë definitivisht të gëzuar, kanë qenë brenda zhveshtore. Domethënë sa ka përfunduar ndeshja, sa kemi mujt me hinë në zhveshtore, nga se gjithë tifozët janë fut në fush. Bluzën, shortset, mu mi kanë marrë me njëherë, edhe jemi fut brenda, ka ardhur gjithë kryesia, numër i madh zhveshtore, ka pas muzikë, fest madhe për një orë diçka. Pastaj kemi vazhduar me autobus për në aeroport edhe kemi ardhur tek shteti ynë. Po para mendoj ke kjo fest, po festa kryesore nuk organizua halo prej ekipit Ademsporit. Naim se është ndërprej? Po them, e tër kjo fest, po organizimi kryesor i festës Ademsporit nuk ka ardhur ende. Opa. Shkoj rrit, ja? A u kthy prap? Po, qëtash po. Isha duke thënë, është botë tënë kjo fest, po ende nuk ka arrit e momenti kulmor e festës, festa zyrtare e ekipit për inkuadrim Superligë. Jo, ende jo, festa zyrtare do jetë me 10 maj, ditën e diel. Edhe sot isha në klub, kishim një takim me lojtarët e menaxhmentit, domethënë sipas parashikimeve të menaxhmentit do jem dikun 500.000 deri në 600.000 tifoz në qytet. Edhe për atë plani ka qenë që festa të bëhet në stadium, për stadium është anulu, do bëhet dikun në qytet, do gjendet një hapësirë shumë e madhe që gjithë tifoz ta shohin festën nga afër. 500-600.000. Ashtu janë parashikimet e tyre, dhe unë besoj se do jetë ai numër ndoshta më i madh,
nga se këtu është një zonë me qytete kurde, çdo qytet ka ekipin e vet, po gjitha qytetet ekipin primar kanë Ahmetsporin, cilin e përkrahin, edhe besoj që atë ditë do vinë edhe shumë njerëz nga qytetet tjera që janë përreth këtij qytetit, edhe do jetë një numër shumë i madh. Çfarë? Ja, po mendoj, është arsyeshme momenti kur anulohet organizimi në stadium për me gjetë një vend tjetër, kërkohet hapësirë më e madhe, absolutisht. Ata edhe e njohin atë ambient shumë më mirë. Ja, stadiumi është 38.000 ulse dhe nuk i përmbush kërkesat. Haj, s'ko ka, sa ofër mi përmbush kërkesat. Ja. A ka fillu lidhja jote me tifozët? A e njohin ta shumë më mirë tifozët Florentin? E njohin thënë drejten që nga momenti që ka marrë, më kanë jep shumë respekt dhe shumë dashni, nga se për shkak edhe të sezonit që kom pas në gjysmë sezonën e parë në Boluspor, edhe përkraja tyre ka qenë maksimale ndaj meje, normal që më kanë bërë mundi mirë edhe mua edhe familjen time, kudo që dalim, çdo ditë që dalim, na ndalin njerëz për foto, na pyesin gjëra ndryshme rreth klubit, edhe sillen me shumë mirësjellje, me shumë respekt, edhe deri tash jam ndjer shumë mirë. Po ndalim me pak të sezoni. Sezoni ka qenë fantastik në aspektin personal, pasi 2 gjysmë sezone me 2 ekipe të ndryshme, bilanci total del 18 gola edhe 7 asistime. Po ne kom pas një periudhë bukur gjatë se futbollist me prejarët Kosovës, shqiptarët me Kosovës, i përcjellin në këto aplikacionet në telefon. Nuk ka pas fundjavë që nuk ka bërë telefoni tring me notification shënon Florent Hasani. E vërtet, elhamdulillah, sezona ka qenë shumë e mirë. Kom fillu me shumë vetbesim tek Boluspori, normal edhe në intervistën e kalume që kemi pas, kam tregu një rëndër arsyet ka qenë që treneri që kam pas atje më ka jep shritën e kapitenit, ka qenë një shtys shumë e madhe për mu, edhe ka jetë që sezona parë shumë mirë me gola asiste, ka pas shumë interesime, ka pas edhe nga Superliga interesime, por projekti këtij klubi më ka bind, kom marrë këtu, edhe këtu kom vazhdu me gola asiste. Normal që kur të ndron klubin është tjetër sistem, duhet pak kohë që të adaptohesh, po unë si karakter e kam pak vështirë mu adaptu në mënyrë shpejt, po këtu definitivisht jam adaptu mirë për shkak të njerëzve në klub që janë shumë kanë respekt për lojtarët, sillen mirë me lojtarët edhe për shkak të tifozëve. Ti e ke edhe familjen afër vetës, kur dilni qoftë për kafe, qoftë për drekë, qoftë për darkë. A ndodh mos me të lonë me pagu? Ndodh shumë vend, ndodh këtu edhe para se me ardh këtu më ka treguar një gazetar turk, më ka shkruar që nëse ecën mirë tifoz nuk lonë me pagu kudo që ulesh, edhe deri tash ka ndodhur shumë vende. Normal që nga ne jem keq, po nuk ka shans për ata lojtarë Ahmetsporit dhe klubi Ahmetsporit është gjithçka. Amo në anën tjetër është edhe një farë lloj kënaqësie në aspektin që po të vlerësojmë për atë që po e jep për ekipin. Normal që po, nga se që unë kam qenë edhe në për Evropë, në Hungari kam pas ekip me shumë tifoz, po ata kanë qenë bisim njerëz të ftoftë. Në stadium kanë dhënë për kroje, po jashtë stadiumit nuk është që kanë folë, ose nuk është që tu kanë afruar me folë ose me t'jap respekt apo diçka, kanë qenë njerëz shumë të ftoftë në këtë raport. Kurse këtu është gjithçka ndryshe. Këto s'po të beka edhe kontën me shfrytzu shumë. Shumë pak, shumë. Ka njerë po dalë pa kartel. Fantastike përbes. Kudo që, unë për veti personalisht, kudo që është suksesin e sportistëve të Kosovës më bëhet qefi se e di në për çfarë vështërsi dhe sa shumë është dashur me punu për me arrit deri në këso momente. Ka pas shumë vështirësi, sidomos në atë kohën kur unë kam dalë prej Kosovës. Pastaj edhe me kalimin e kohës, futbolli nuk është gjithmonë njësoj, ka uljet ngritjet e veta. Në moment kur kam shkuar në Izrael, domthonë karriera ime ka shkuar deri në fund. Po disa vendime që i kam marrë gjatë karrierës më kanë bërë mu rikthy deri këtu ku jam sot. Kurse prej teje gjithmonë them faleminderit, nga se gjithmonë përcjell dhe më dërgon mesazhe. Faleminderit shumë që na përcjell neve lojtarëve, është shumë e rëndësishme që gazetarët nga shteti ynë na përcjellin. Është shumë e vërtet, edhe dorën zemër neve na bënin krenar se më bëhet qefi kur ju shoh tu performu mirë. Tash ke arrit me një moment kulminant
ku duhet mendohet për Superligën e Turqisë, kemi qenë pjesë e Superligës Turqisë. Sa e madhe është kjo për ty personalisht, se për ekipin po dihet për herë të parë, po për ty personalisht edhe çfarë ndjenje është? Është ndjenje jashtëzakonshme, nga se Superliga e Turqisë është shumë lart në klasifikim për nga kualiteti. Ka klube shumë të mëdha, domthon Galatasaray çfarë sezoni ka bën Champions League, duke poshtë ekipe të mëdha. Edhe për mua është ndjenje jashtëzakonshme edhe për ekipin, për klubin po ashtu. Vetëm një gjë e di që çdo ndeshje me Galatasarayin, këto ekipet e mëdha Fenerbahçe, Beşiktaşin do jetë kundër neve, do jetë derbi i madh, nga se edhe klubi ynë ka me të vërtet mjaft tifoz, mjaft vetës, edhe çdo stadium do jetë pranishëm. Edhe një fakt interesant është që edhe në ligën e parë të Turqisë ka futbollist, ka gjashtë shqiptar, po edhe tash në Superligë ku keni me lujt, ka plot futbollist shqiptar. Ka të dy ligat, dy ligat janë shumë interesante, dy ligat janë shumë kualitative, ndoshta liga e dytë nuk përcjellet shumë, po është një ligë të vështirë, bëhet luftë e madhe deri në fund me 7-8 ekipe të cilat kanë buxhet. Thuaj se njësoj me Superligën, për mua i ka dhënë Superligë. Po tash edhe në Superligë ka mjaft shumë lojtarë shqiptar që do përballen me ta. Interesant si ndjen. Shumë interesant, nga se shumë ndeshje do jetë kundër një bashkëvendesit tënd. Po edhe e mira kësaj pune është që shumica një edhe prej më herët. Ki lidhje me ta. Me vërtet, edhe këtë ligën ku isha tash çdo ndeshje që kemi pas kundër një lojtarit Kosovës apo Shqipërisë, domthon bisedojmë, dalemi para ndeshjes, mas ndeshjes, megjithë kemi raporte shkëlqyeshme. Fantastike, a? Cili është vlerësimi i kryesisë realisht Florent për ty, po më intereson me ditë se ka qenë kryesia realisht ata të parë që tu kanë ofruar dhe kanë qenë të interesuar të cilë të kë klub. Vlerësimi është maksimal, domthon kur e kam nënshkruajtur kontratën, ata më kanë treguar projektin dhe më kanë thonë që ti do jesh projekt për Superligën. E kemi arritur qëllimin, tash do vazhdojmë tutje. Vlerësimi prej tyre deri tash nga gjithë njerëzit e menaxhmentit është maksimal. Edhe kur e shoh vlerësim që më japin, ndihem edhe më mirë edhe ndoshta më motivuar. Unë të falenderoj shumë për kohën që ke nda për neve. Dëshiroj shumë sukses, po ashtu uroj që kalon sa më mirë në festën kryesore të ekipit për inkuadrimin në Superligë dhe shpalljes kampion, edhe shëndet ty e familjes. Faleminderit shumë, na jam gjithashtu dhe ty, shëndet dhe shumë respekt. Shumë faleminderit.